Instituti Shqiptar për Studime Ndërkombëtare dhe Lëvizja Evropiane për Serbinë zhvilluan në Shqipëri një forum mbi zgjerimin e marrëdhënieve shqiptaro-serbe. Studiosit vërejtën se përveç disa shkëmbimeve tregtare, bashkëpunimi shqiptaro-serb në rajon po ecën mjaft ngadalë. Kjo qendër studimore po përgatit propozime për nxitjen e marrëdhënieve mes vendeve në Ballkan. Korrespondenti Iliriana Golli njofton nga Tirana. Qendra e Përbashkët për Marrëdhëniet Shqipëri-Serbi organizoi për 2 ditë forumin e Durrësit, ku studiosit diskutuan mbi të ardhmen e të dy vendeve në Bashkimin Evropian. Kjo qendër u krijua fal bashkëpunimit mes Institutit Shqiptar të Studimeve Ndërkombëtare dhe Lëvizjes Evropiane për Serbinë me mbështetjen e Gjermanisë. Gjatë forumit të Durrësit u shqyrtua rritja e bashkëpunimit mes dy vendeve në fushat politike, ekonomike, arte dhe media, duke krijuar rrjete dhe partneritete në udhëtimin e përbashkët drejt Bashkimit Evropian. Shqipëria dhe Serbia janë dy vende kyçe të rëndësishme për stabilitetin e Ballkanit, janë të rëndësishme për të ardhmen evropiane dhe sigurisht një proces normalizimi, po do thosh edhe pajtimin nëse kemi marrë parasysh marrëdhëniet mes dy kombeve, do të shërbente në radhë parë të dy vendeve, por do të shërbente edhe rajonit. Sigurisht që qendra do të dalë me propozime konkrete. Ky është vetëm një prej komponenteve të një projekti që është afatgjatë, por ne dëshirojmë që si thua bashkëpunimi mos ketë vetëm si thua mbështetjen dhe frymëzimin e të ardhmes evropiane, po të ketë një përgjegjësi lokale. Kjo besoj se është e rëndësishme për të ndërtuar instrumenta të cilat e bëjnë të qëndrueshëm bashkëpunimin midis Shqipërisë dhe Serbisë. Studiosit besojnë se forcimi i marrëdhënieve midis Shqipërisë dhe Serbisë pritet të krijojë një klim mjaft të favorshme edhe për të ecur përpara procesi i normalizimit të marrëdhënieve mes Serbisë dhe Kosovës. Drejtuesja e forumit për marrëdhënie ndërkombëtare Jelica Minić e Lëvizjes Evropiane për Serbinë thotë se përveç marrëdhënieve tregtare mes Shqipërisë dhe Serbisë nuk ka ndonjë përmirësim të dukshëm. Trade is going on. It's not a spectacular size. It's interesting that there are some Albanian investments in Serbia, so it's really a good sign. Tregtia mes Shqipërisë dhe Serbisë është duke u zhvilluar ndonse jo nëpër masa të mëdha, tha zonja Minić. Disa biznese shqiptare po vendosen në Serbi dhe disa firma serbe po veprojnë në Shqipëri. Mes dy vendeve janë nënshkruar 63 marrëveshje të vjetra dhe të reja, por të gjitha ato po ecin mjaft ngadalë në arsim, në arte dhe fusha të tjera. Porti i Durrësit për shembull, tha ajo, është porti më i afërt dhe më i rëndësishëm për Serbinë. Të gjitha këto janë mundësi për të zhvilluar marrëdhënie të ngushta, sepse të dy vendet duhet i tregojnë Berlinit edhe Brukselit se sa kanë përparuar në proceset e integrimit rajonal së pari, tha zonja Minić. Ndërsa zoti Rakipi thotë se ekonomia mund të luajë një rol të madh në afrimin e dy kombeve. Për shembull mund të jap vetëm një shifër që shkëmbimet dhe eksportet e Serbisë në Kosovë janë mbi 500 milion euro. Është një shifër shumë e konsiderueshme. Që do të thotë se zhvillimi ekonomik do të jetë një garanci e madhe dhe një instrument shumë i rëndësishëm dhe për procesin e pajtimit midis kur vjen fjala për midis dy kombeve. Unë besoj që të gjitha vendet, Shqipëria, Serbia, do shkojnë drejt këtij procesi, edhe duke si thua ballafaqur me të kaluarën, duke pranuar realitetin, sepse tash ne kemi një hartë politike e cila është një realitet. Kosova është një shtet i pavarur dhe besoj që është në interesin e të gjithë aktorëve në Ballkan, shtetet në Ballkan, ta njohin këtë realitet dhe të bashkëpunojnë. Studiosit pohuan se normalizimi i marrëdhënieve shqiptaro-serbe është i nevojshëm nga pikpamja e integrimit evropian të dy vendeve dhe shoqërive. Krahas ngjarjeve tragjike të së kaluarës midis dy vendeve, ekzistojnë, pohuan studiosit, edhe shumë keqkuptime dhe paragjykime të ndërsjellta, të cilat pengojnë vendosjen e një bashkëpunimi më të mirë shqiptaro-serb. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.